Shteti miq. Pse Jezusi filloi misionin e tij në moshën 30 vjeçar hynor? Pse inkët ndërtuan 30 dhoma sekrete në Machu Picchu? Dhe pse 30 shaman siberian duhet të mblidhen për të hapur porta dimensionale? Sot zbulojmë misterin që civilizimet e lashta e fshehen për mijëra vjet. Sekretin e numrit 30. Në Kabala, 30-ta është mosha e pjekurisë shpirtërore. Davidit ju besua mbretëria në 30 vjeç, pra në moshën 30. Në Vedantat e Indis ekzistojnë 30 hapa meditimi që të çojnë në enlightenment, pra ndriçim. Hapi 30 është sqirimi i plot, ku njeriu bëhet dritë. Në Qing të Kinës, heksgrami i 30 quhet zjarri i ngjitës, simboli i transformimit dhe rilindjes. Ky heksgram parashikoi rënien e dinastive. Në Zacët e Perus ndërtuan 30 linja të drejta gjigande që shkojnë drejt yjeve. Pista ulje për perëndi, apo diçka më e madhe. Dhe në Ilirinë e lashtë, 30 fise e dinin një gjuhë sekrete, alfabetin e fshehtë në 30 simbole që krijojnë frekuenca shëruese. Po çfarë bën 30-ën kaq të veçantë? Në numerologji, 3 plus 0 baras me 3. Pra, numri i triadës së shenjtë. Trup, mendje, shpirt. 30 ditë është cikli lunar i plot. Shpresoj ju të pëlqejë video, shihemi në videot e tjera. Ju përshëndes.